Jemi me zonjën Eni. Si gjithmonë, ndërmjetësimi është një armë e fortë, zonjës Eni, por nuk dim nëse sot do të mbret mes dy motrave apo jo. Ndërmjetësimi, e the me bindje, është bërë pjesë e çdo familje shqiptare. Dhe për këtë jam shumë e lumtur Ardit. Tani, se sa rezultat do t'japi sot midis dy motrave, këto do ta shikojmë në vazhdim. E parash Lefteria, ja çfarë na ka thënë? Ka bova ki drejt motra shpinë me zorë. Vike unë, tjetër kuni ka shkun gjepat. Vike unë jam me familje, nuk jam vetëm. Të dali jashtë fyshek. Pra ne erdha këtu, edhe nuk diskutohet dy herë ky muhabet. Duket sikur Lefteria jep edhe një ultimatum që të dalë motra jashtë. Ja ta ftojmë. Zonja Lefteri. Përshëndetje zoja Eni, përshëndetje zoti Ardit, përshëndetje publik i dashur. Ku e kam atë? Ku është? Ta shojmë. Margarita e ka emrin. Po ku të shkoj unë me motor, ku të ri, kam ngell në rrugë, ku të shkoj? Ke ty dovi, ti do mbash, si qequa do mbash, ti. Ndërkohë, Margarita jep një urdhër tjetër. Ti do më mbash, i thot. Vjen Margarita. Mirë se vjen. Mirë se jeta. Ullu të lutem. E po dy motra... Si vjen erë, si vjen, unë nuk e di, nuk e kuptoj. Si të vjen zornje, si të vjen rënd. Vjen e zë në shpinë e motrës moj. Ku je? Ku gjindesh? Në rrugë jam i motor, në Aty të rish, Në rrugë. aty të rish, pak e ke. Pak e ke, moj motor, unë të kam fajin. Unë jam roli këtu kryesor. Unë jam, apo Miguel Gjeneti, kush është? Jam thuj. Migueli është, Migueli. Atere pse Migueli, vjesh po me që kam ngell në rrugë, kërkojnë din nga ty. Digjo Më më mbash në thuj, shtëpi. jam mbyllë gojën. Edhe biri drejt muhabetit. Unë të kam morë gjo. Nuk po them që më ke marrë gjëti. Atere I që ka marrë nipi im. Të lutem Nipi shumë, im i ka marrë, më ka rjepur. Kam Më familjen ka time. rjepur. Kam djalin me fëmijë, kam nusën. E përshëndes bile prej pratë edukat që i kam thënë prindrit, që më respekton ka 20 vjetë. Ka borst ma edhe ty nusja ime. Ja përgjigju. Jam thuj. Unë tash i kam ngell në rrugë. Aty të rish. Nuk di që të thëmë Aty tjetër. të rish, meri Jam vetë në ka të rrugë. tuja, e fyshek prej meje. As njës dy. Maroj, nuk kam o, kam bo bol. Të lutem shumë, përgjigju arsyes tënde. Përgjigju, thuj qa kam bo. Kuj qove legë, kuj shku në gjepat? Ke unë. Ke shku në gjepat ke unë. Më thuj, që ta ditë paktan. Pra, i ke dhënë lekë edhe këtyre, se tani filluam dhe pa përshëndetur Po pra, publikun. zonja Eni, se na çuditëm. Po pra, Po, ngelëm po pra. dhe ne në këm. Pra, përshëndesim të gjithë juve këtu në studio, përshëndesim të gjithë shqiptarë që po na ndjekin në këto momente, një përshëndetje të veçantë të gjithë shqiptarëve në Greqi, vend nga i cili vinë të dy zonjat sot dhe janë protagoniste pikërisht në rubrikën Shihemi në gjyq. Zonja Lefteri, faleminderit për ardhjen tuaj, por njëkohësisht dhe zonjës Margarita. Unë falenderit që bët durimin dhe na pritët. Se s'kemi dhe mosh tani, me këtë Jo, figurë... ju jeni si vajza treja, nuk diskutohet kjo, po? Po 75 vjeqë, vajzë re. Po jo, më Po jo, e reje, pa tjetër. Na bën halli, na bën arsyetimi. Njerëzit janë u fare, po që shky muhabet? Si shkoj me leckat e përplasës gëdera ime? Qarë mund t'i bëjun kësa jerë? Po unë qarë bëj si E ke mas motor. Si Po që e ke motor, unë thot. bëj të rinë rrugë. Po Të gjepat... rinë rrugë. Sa motra jeni tani, thuj që i karditit, sa? Jemi 6 motra me vlezër bashkë, 2 vlezër e 4 motra. Po, pra do me nësë është motor vetëm zonja. Se nuk erdhi ta qanë të hallin me motrën. O motër, unë kam këtë problem. 4 vjetë, ka dhonë lekët, unë nuk di gjo që ka bo. Absolutisht. Më tha, unë i kam rregullu punët e mia, të lutem shumë, tha, po deshe, tha, ti bi këto 2 roba këtu, edhe unë O, të ti rike, tha, se motër. kam zënë
O ti motër, Shqipërisa kam ti blesh gjomi shtëpi. me gjo mua. Kam blesh Ti gjo shtëpi mua. Shqipëri më the. More veç, shumë ke thonë. Po si thash unë që bëhet që ameti motra gjo, jemi moj motër, këtu, Hajde ti gjo. ikim bashkë, të ndimoj me robat. Erdhëm këtu, dalin probleme tjera. Kjo honkja, se po foli kështu të shi. Qa boni kjo? Ti gjo këtu moj Do motër. e ka ti bo gjo dhoro, mja, po. nipit. Pse s'ma bore mu dhoro kur do me nejt me mu? Po. Ja foli qi, ta ndigjojni. Nuk ta ta bora vërtetoj. Doro ty, po ja bora Miguelit, Pse? se e kisha qunë e motrës dhe më premtoj se do të më mbaj. Mirë, premtoj se do të më mbaj. më fal. Kur të vi ora që të të ndrohet, më falni, që të ndrosh pampersin, a i do të ndroj ty. E po s'kisha Ai do ta ndroj ty, moj. Se ti s'më pranove në shpi. Ju s'më pranu në shpi, as njeri nga ju. As njeri nga ju. Atje ku tashi. ke tashi shkarku kujtu t'ju. makinat? Tashi. Makinat ku shkarkove ke unë? Jo, absolut. Mirë, nuk... Qarë makina është pra, zonja Lefteri? Për qarë makina është flet? Qarë ka shkarkuar? Materialet, gjitha që ka një shpi, i ka quke Migueli, motër. Jo sot. Pra Migueli Gjithë është djali jetën. motrës tjetër tuaj. Po. E përshëndesim Gjithë Miguelin, jetën. po? Gjithë jetën, moj, gjithë jetën atje, 28 vjetë në Greqi, ka punu. Atje kam... Po mirë, po familja Edhe juaj, tre ke punë. familje? Zonja Unë Margarita. jam vetëm, unë jam në qyqe. Unë kam si 2 fëmijë në tokë. 2 fëmijë, 22 vjeç, 27 vjeç. I ka fut atje të finë. Prandaj erdha me në Shqipëri, se nuk erdha për gjë tjetër. Tha shpinë e blem, jemi bashkë me Miguelin, qkoj i vërrezat vishë shplodhe për shpitime. I ke po e sapet pa hanë gjinë. Tani, sa leki ke dhënë Miguelit? Miguelit i kam dhënë 27.000 euro. Ta kanë bo mirë, motër, ta kanë lujtë fen. E di ku i thonë fen? Edhe e ke pak. E ke pak, nuk bojnë punët që. Ti ke vlezër, ti ke motra, mund ta qaja hallin me neve. Po, 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 lajtë Ma në sekret. fruta si, ju s'ma fruta si, se isha e vetme, isha Le, pa le, 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 isha pa ato. fëmi. Qa ti leja to? Moj. Jo, unë them drejt, nuk i leja to, po them gjitha drejt. Unë së kam S'ma fruta, për qa, me mboj kafe, me hongri drejt. Apo, lek s'kam pas me dhonë ty, motër. Nuk kam pas nevoj për lekë, se lekët i pata i shpunda. Motër, 2 pensione, një në Greqi, një në Shqipëri. I thonë një kokë 700 euro në mujë, ke pas. Qera shpijes ke pas, i uje i drita një njëri. Ku i ke që lekët, shko gjej. Ke unë s'ke punë. Kjo është fjala ime e fundit. Zgjidhe ti Unë problemi. du që ti të më mbash. Zgjidhje po të them problemin, se ma ke gjirë fytin. Mos më hedhësh në rrugë. Pse erdhi tek ju? Kam- Pra, ku jetonte përpara dhe pastaj erdhi tek ju? Kjo jeton në Greqi, Po? zonja Eni, plaku ku ka jetu me këte ka vdek, ja kalon shpinë dhe sa tjetë gjallë. A ka qenë e lidhur Ai atje me ka. martes? Po, të regullt. Atje, Po? Me grek plaku- apo me shqiptar? Me grek. Me grek. Ka qenë e martuar, zonja? Po, po. Fëmijët nuk i ke me grekun? Jo, jo. Kam Fëmijët- për fare me zonja Eni, me Jo, me... martesën e parë kam pas 2 quna. Po. Plasi qartushti, bomba brenda moj. në shpi. Kohë kalamajve të mi është gjithë lartë në tavan. të plasi Po. bomba? Po. Bombola apo bomba? Jo, jo nga bomba. 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 Bomb, Çfarë kemi bombe? një kino studio, ku A, janë ditë pallate treja. 2 kaçe. Në 82-shin, fëmijët si që kanë lujtë jashtë, si që kanë qenë ferrat e kino studio, në flasim 82-shin, jo sot. Këtu në kino studio. Këtu në kino studio Po. kemi banu neve. I Po. më poshtë se këtu Po. kanë. Kanë gjetë kalamajt jashtë, i kanë futë mrena. Tulla ishte vogël, fëmijë i vogël, 8 vjeç. Motra ka qenë shpi, motra 20 vjeçë. I ka pasej siguresën, se ne kemi bës bërë dim, kuptojmë. I ka pasej siguresën, ajo ka shku me jamarë, se e ka kuptu, ka plas aja. Tani nuk du Nuk, të plas nuk, më mërë. po. Kjo është një nënë e djegur më. Kjo është një nënë e përvlume, po unë nuk kam ku të qoj. Tani prit Nuk pak. kam ku të shpije. Okej. Se në dakord, unë ja, çfarë mund t'i bëje? Ti e kishe bashkëshortin apo ishe ndarë? Jo, isha e ndam. Jo, ndame A ka ishe një ndarë? njëri Martes fëmijë, kisha 2 me të fëmijë. 2 fëmijë. Në 97 u vra tjetri, me, kuptoj edhe, në rëmuja e si. A, në 97-ën. Në 97. Tani, më fal pak, vajte në Greqi. Po, U martove atje? po, U martove me një grek. me një grek. Nuk bëre më fëmi. Jo, jo. Jo, e qa fëmijë të bëjo unë. Si shta ishte 80 e sa vjeç.
Edhe ai bëri një të mirë, a kupto? Bëri një të mirë, e përkrau dhe kjo punonte, edhe ai ishte në gjendje të mirë, shumë bukur, kjo mblidh lek, qonë Shqipëri, me shoferat e linjës, ku mund të vinte vetë, shkon të ke vorrezat, ktheheshe ke motra, tani që u boshatisën xhepët, nuk të do mo njëri, nuk të do mo njëri, jam thuj mu, kush del një të boj se vap, të mboj mu i shpi. E bëri shpinë edhe shive budalliqet që ka bo. Kjo është komplet gabim. Kjo më duke që erdi gabim këtë jetë. Kjo që thua që s'të do njeri kur të boshatishen xhepat, vlen edhe për ty, nuk e do më motrën? Kush sa që se du, po s'kam që t'i boj. Jo, është me djalin, me nusën, në shtëpi, është bashkë. Të kuptova, por me qënë se tha që kur i boshatisen xhepat dikujt nuk e do njeri. Jo, unë e kam tash dhe pa xhepa dhe me xhepa. Po thot që s'më ke përkraur, ama. Jo, e kam përkraur, më bje shumë Po kështu thot? Qiko, ajo kërkon tani atë përkrajan nga unë, se në derën ti më s'ka ardha si herë. Po pse nuk e shkuar ke motra më përpara? Këtë thuj. Po motra ka qenë me fmite, me nusën, me... Ka shku se motra jonë është e paralizume. është në krevat, nona e Miguelit. Kjo i ka ndihmu shpirtërisht me atë fatkeqësi që kanë. Po kjo rini sot, moshën tonë edhe në rrugë, nuk duhemi gjomone, japim çfarë kemi, edhe pastaj fyshek për jashtë. Po kjo nuk ndodh me fëmijët e tu, ama. Me fëmijët e mi, në asnjë mënyrë. Po pra. Deri më sot jo. Po prandaj thua kjo rini, mos e përgjithësot. Mos e përgjithsojmë. Më fal, kërkoj. Pra në rastin konkret ti pretendon që po. Jo të gjithë, po ja që dalin ta kokra kështu, Po. që në nerva e si për tjetër thot edhe atë që nuk e ke. Tani, ti pse nuk i them motrës kur bëre këtë veprim me Miguelin? A të më thuj, a të qëndro, Nuk i thash motrës, se duke menduar që do jem me Miguelin, do marim hyrjen bashkë, do jemi bashkë. Si urdhro. Edhe unë s'kam Si pas përgjësishe, lavatrice me lakë, kur kam përgjësishe shku në kostë Greqi. më ndimonte mu Edhe unë s'kisha lavatrice Si? frigorifer. Pse se Si punin një përgjësishe ke motrë, kostë ti më përshmet, blente, për mu ishte ndihmë e Se madhe. ke bo fare. Po ta bleu shishën e kosit? Po nuk ma bleu pra shishën e kosit. Po si edhe lekët? Këtë po të thotë motra, pse nuk ma the? Jo vetëm mu, zotë, të gjithë, asë një s'digjo. Unë kur erdha këtu para një mu, Tani, zonja Lefteri, tha Po, diçka në çmanda. fillim, që juve të tërë motra vëllezër nuk më morët asnjëri, më latë në rrugë. Atëherë unë do lidhesha me njëri. tani, Jo, ajo po pas flet për nevojë, gjithë se jetën, s'ka nuk qenë flet në për rrugë. sot. Tani, Nuk më ka fal, qenë ke në folur për rrugë. gjithë jetën apo për sot? Jo, s'm ka ndihmu asnjëri. Pra, tani, të lutem. Ajo Asnjë gjeti një nevojë, zgjidhje. tani. Po më fal, Po në ne- qoftë se ka qenë me zotrin grek dhe ka qenë në gjendje të mirë, Po pse s'ka do ta patur në ndihmoni? bëleqa, thot ajo. Tani, Ajo, kur sa i ka dish? ikë të peleku, leqa, thot ajo. Që fleti, moj? S'ka marrë unë, s'ka arti ke unë. Po ajo Sa është ke dashur? tjetër. Po Ndim, çfarë ndim, deti? ndim. Ah. Hajde Margarita, ke mu të rish. Jo, Ke pas ajo, punën? jo, i që menjën për ne. I ka vdek nona saj puna. Tani, kur i ka vdekur burit, lutem, kur ka ndruar jetë greku? Ka 11 vjetë. Po pra, po 11 vjetë, tani kjo zonja ku është, se s'ka vdekur Jo, dje. po ka Tani ardhur. 11 vjetë, pra është vetëm ajo. Apo jo? është vetëm shpi, po ne i kemi shku, i kemi ardhë, më zonja Eni. Po të bësh Po, ku e ka vizitë është ardhur? gjë tjetër, thot zonja. 11 vite, ku Vizitë ke është gjë qëndruar tjetër, ti? të më mbash në shtëpi është gjë tjetër. Nafin. Ka pas nevojë. Tek shtëpia e atij zotri. Me pension, më 2 pensiona, më zonja Eni, çfarë flet? Po mirë, shtëpinë E ti zotria shdo ta të la. Po edhe vetëm si Unë jetohet, s'kam o Leveri. pension. Edhe vetëm si jetohet. Unë Si? s'kam pension Disa fare. të jem Po gjallë. kuptoj. Po pra, po dhe Ka vetëm lënë si jetohet. dokument. Po jo vetëm jo. Po Po shpina ç'deshe Ah, ti? mi shku, kemi ardhë. jam Po. në rregull atje. Tani, po ti Nuk që kam pra- unë kam problem kur vi këtu. Atëre ti kishe para apo jo? Para sa të dush. Sa Do dush? drejt. Po ç'deshe këtu? Po desha këtu se kam 2 kalamajt ke vorrezat. Po pra. Kam 2 fëmijë ke vorrezat, E po di. në desha me ardhë Shqipëri. Po vije, i shikoje dhe shkoje prap. Po s'kam unë atë takat me ardhe me ike, me tani ardhe ka me mërdhiva ike. u po, kusha. Pra ka vendosur Një që luguj. pleqerin ta kalon të në Ajo Shqipëri. tani me i dalë fryma ka ngel, i luguj. Po mu më ratë fikët aty. Nuk ka poshtë. fortë. Tani me ajo. shkuptova dhe shtëpi në Greqi, nuk e ke pasur tënden. Jo, se Pra ka Ishte qenë e zotris. Ma Po pra, kalon. Ai po ka deri- thënë derisa të derisa vdes. të jetosh, Dakor. derisa të jetosh, Po kjo pra, është e Ka jotja. pasur pronë të vetën. Po nuk ka rëndësi më zonjani, po Mirë, ç'do po pronë ka njeriu pasur- pasi vdes. Zonja ka, Po dakor, zonjani. ka dëshiruar të ketë një shtëpi. Po për çfarë? Është e vetme. E di, e kuptoj, po. Ka motra, vlezër dhe nipër dhe mbesa, ja la nipit Po. dhe nipi. Po s'ka thënë, nuk ka tregu.
Kush ishte ai që se fushte mrena? Po mirë, tani po jo, flasim për rruga që nipin, ka bërë, shiko, nas- deri tani dim që nipi nuk i ka quar atë shishën e kosit, që pretendon dhe nuk e ka ndihmuar. Po a ka në një histori tjetër? Po. Kemi një deklarat notariale të datës 23/9/2021. Okej. Dhe thuhet deklarus Margarita Haxhiu, Miguel Gjineci, Shoqëria Progren SHPK, Shoqëria Enos SHPK, ku thuhet ne deklarusit Margarita Haxhiu dhe Miguel Gjineci kemi nënshkruar kontratën e porosisë me numër 3926 rep dhe me numër 1638 kol datë 23/9/2021 para noteres Elona Syla me qëllim porositje në një apartamenti me numër A2 fraksion 1 118 me sipërfaqe totale 63.63 metra katror me çmimin 54.085 euro. Pra, zonja këtu me zotrin janë bashkëpronar të një apartamenti rreth 64 metra katror, ku pretendohet që gjysmën e ka dhënë zonja, zonja Lefteri thot ka dhënë dhe më shumë, po ne po pranojmë gjysmën, dhe gjysmën e ka Migueli. Tani, këtu e pyet zonjën Margarita, të lutem, këtë vlerë monetare që ja ke kaluar Miguelit, në ç'formë ja ke dhënë? Sepse nesër mund të ngrihet ky zotria dhe të thot, zonjë, nuk më ka dhënë tezja asnjë gjë. Jo, ja kam dhënë në dorë. Ka marrë nga Greqia, ja kam dhënë në dorë. Në dorë ja kam dhënë. Shtëpia është dhënë me kiste. Po, është e vërtetë, sepse edhe këtu thot, ditën e nënshkrimit kemi shlyer vetëm 33.750 euro. Dhe ka ngelur për të shlyer dhe 20.335. Po jemi në 21-shin. Kujt? Sot jemi në 25-ën, shoqërive. Të dy. Të dy shoqërive. Pra që u ble apartamenti. Tani apartamenti është? Apartamenti është dhe e ka Migueli, si shton zonjan. Kush jeton aty? Asnjëri se ka marrë akoma. Se ka marrë në... Nuk e ka marrë akoma. Pra është e lirë, apartamenti. Okej. Atere, juve mund të shkoni në apartament sot? Unë nuk mund të shkoj në apartament, Po pra. Më ka dhënë asnjë çelës mund. Na vojteze një çelë. Për shderën. Është mbaruar apartamenti. Është mbaruar. Apartamenti është mbaruar, ai ka kompletuar. Po pra. Jepte. Atëherë dhe si jeton asnjëri brenda, je sigurt për këtë? Asnjëri nuk jep to. Po ku e dini ju që si jeton? Ti s'ke hyrë asnjëherë. Kur erdha që erdha. Po? Të sigur erdha, shkova e pash me Miguelin bashkë. Po? E pash. Po atëherë pse s'qëndrove brenda? Si qëndrove brenda ku çelsin e kishte ai? Si qëndrove? Po pra këtë po them. Cila ishte marrëveshja? Që zonja do qëndronte me Miguelin? Dhe Migueli do kujdesi? Pra, zonja e ka blerë me Miguelin. Po. Për sa i përket bashkëjetesës së mëtejshme, do të vendosesh në vazhdim. Sepse Migueli ndoshta nuk do jetonte brenda, po është bashkëpronar. Ka një gjë zonjani, kur dikush bën një plan, Po. dhe i thot nipit, do blem bashkë këtë apartament, Po. do ta blem për çfarë? Pra, do jetojmë të dy, pra çfarë marrëveshje bëre ti me Miguelin? Kur e bleve këtë apartament? Miguelin për marrëveshjen do jetojmë bashkë te zënë. Ashtu. Pra ti do jetojmë me Miguelin, atje. Mos e vrit mendjen për asnjë gjë, më te zë më ken krah. Po mirë. Po sa kishte lekë, mos ta besoj. Po çfarë do me Miguelin? Po mirë, ky apartament. Çelës po të kishte dhënë, nuk do të merrte vesh kjo punë fare. Po prit që mos do merrte Çelsin, më fal, do merrte Çelsin, do hynte, do rritë 3-4 ditë zemë, do shkonte ke vorrezat. Sa do jetoj ajo? Më fal, motra po thotë që ka ardhur për të jetuar për gjithmonë. Qëllimi i asaj Po. ka qenë ky, që kjo shtëpi, Po. sa ti e mungjall, Po. shkoj të shofa do 2 fëmijë të vdes këtu që të barrosin atje. Po, dhe do t'i ngele Miguelit. I ngel Miguelit. Po. Ai nuk e boni këtë. Po i kujtë shtëpia? Shtëpia është kjo Gjaku, është patiri. Po cili është problemi? Detyrimisht, por zonja ka bërë një veprim tjetër. I ka lënë një prokur Miguelit, në të cilin mund të bënte çdo veprim me apartamentin. Migueli? Po. Duke futur tjetërsimin, dhurimin, shitjen dhe gjitha gjërat e tjera. Dhe nuk e dim nëse ai ka bërë këto veprime në këto 4 vjet. Sepse Çelsi është në dorë të tia, zonja nuk mund të futet dhe ai nuk i thot se çfarë do bëhet me këtë apartament. Kaq. Dhe ne bëjmë pak publicitet. Po.
Jemi rikthyer në pjesën e dytë dhe do doja fillimisht me mirësjellje një përmbledhje nga ju, zonja Eni. Rasti në fakt është shumë sensitiv. Kemi dy motra, ju shikoni që janë në një moshë caktuar, zonjën Lefteri dhe zonjën Margarita, vinë nga Greqia. Zonja Margarita ka një histori shumë të dhimbshme. Nga martesa e parë ka pasur 2 djemë dhe të dy ato kanë ndruar jetë në vite të ndryshme dhe sot ajo nuk ka as familje, as fëmijë. Ka bërë një martesë të dytë me një zotëri në Greqi, i cili dhe ai prej 11 vitesh ka ndruar jetë, pra sot është totalisht e vetme. Duke menduar jetën e saj në vazhdim, ku asnjë nga motrat vëllezrit nuk arrinte dot që t'i qëndronte afër, lidhet me një nip, me djalin e njërës prej motrave. Dhe i premton atij që të blejmë një apartament të dy dhe sigurisht që në këmbim nipi do qëndronte me zonjën Margarita. Dhe ashtu ndodhi. Në vitin 21, përpara një notere në Tiranë, jepet një shumë prej 33.000 eurosh kundrejt 2 shoqërive të cilat ofrojnë një apartament që do ishte në bashkëpronësi të Miguel Gjenecit dhe Margarita Haxhiut. Jemi në vitin 2025, apartamenti ka përfunduar, sigurisht parat janë dhënë dhe zoti Miguel mban çelësin e kësaj brave të këtij apartamenti dhe nuk ja dorëzon zonjës Margarita për aq kohë sa vjen në Tiranë për të qëndruar në këtë banesë. Arsyet për të cilat Migueli nuk e bën këtë gjë, Margarita sigurisht thotë që unë nuk i di, por ka gjithmonë frikën që ai mund ta tjetërsoj këtë pasuri edhe pa firmën e saj. Dhe në fakt është e vërtet. Zonja përveç se një deklarate notariale që ka nënshkruar me Miguelin, ka bërë dhe një prokur në të cilën i ka dhënë tagra të tilla Miguelit për të vepruar në emër të dyve për këtë apartament. Kjo është e vërteta. Tani, nëse Migueli ka bërë veprime të tjera ose jo, zonja Margarita thot, tani më që kam ardhur në Tiranë, zonja Eni, kam vajtur, e kam parë apartamentin, apartamenti është imobiluar, është përfunduar, por nuk më lejohet që unë të qëndroj brenda. Dhe pra pyetja që i bëj është kjo. A e ke pyetur Miguelin, pse nuk të lejon që të hysh brenda? S'ke punë ti teze. Për çfarë arsye? Se takon gjë. Po pse si mas Miguelit mund takon të vetëm me dhon lekët? Mos merë kotë se ja ke falë. Ja ka falë. Ja ka falë. Lexoj atë. Lexoj dokumentin aty. Atere, pra, përsa i përket deklaratës, në faqen e dytë thotë, pra, unë deklarusja Margarita Haxhiu deklaroj se i kaloj të gjitha të drejtat dhe detyrimit që rrjedhin nga kontrata e porosis, po, nipi tim Miguel Gjeneci në shenjë mirënjohje dhe respekti që kam për të gjithë përkujdesjen ndaj meje, duke i njohur Miguel Gjenecin si pronar të vetëm të kësaj pasurie. Tani unë jam fajtori këtu. Ma nuk je fajtore ti pa prit njerë, mos mu hudhë mu ashtu. Do me dhënë, ja ke dhënë Miguelit i këtë? Ja ka povë, ja ka dhuru. Unë e kom fajnë tani. Pse ja ka dhuru? Pse? E ka besu. Tani, razi. E ka morë për dore, masë janë pagu gjithë lekë, që ja ka dhonë zonja, leqa, thot aja. Ja ka dhonë lekët, edhe e ka qupë. Po mirë, tani më falë, në shenjë mirënjohje për mirëmbajtjen kujdesin. Kur ta ka bërë mirëmbajtjen dhe kujdesin? Po jo, zonja, ke firmosur ti tani këtë. Të lutem, Margarita, a e njeh të letër të lutem? A është ky dokumenti që ti ke firmosur? Pra, si mund të thuash, të lutem, jo, është faqja e dytë e deklaratës notariale. Tani, të lutem, në faqen e dytë ti thua... Kemi Migueli në telefon. Po, përshëndetje, Miguel. Jemi në një seancë publike ndërmjetësimi në televizionin Klan dhe në këto momente janë 2 tezët tuaja, zonja Lefteri dhe zonja Margarita Haxhiu, të cilat nga një debat mes tyre kanë ardhur dhe kanë sjell disa dokumenta në cilat pretendon që zonja Margarita ka dhënë një shumë të konsiderueshme parash për blerjen e një apartamenti në cilin sot ajo nuk e posedon, por pretendimi i saj këtu është që e posedoni ju. Nuk e di sa e vërtet është ky problem? Është diçka që është bërë në fillim fare. Po, 21-shin. Ajo ka paguar gjysmën e asaj pjesës. Po? Edhe pastaj më vonë s'kishte, më tha, kur të mbaroj apartamentin. Kam pagu 27.000 euro, si pas kam pagu gjysmën. Po, 28.000 euro. 28.000 euro shef tani letrat në fund ti edhe i bosi dusha do llogarit, po. Tani sa le ka dhënë në fakt? Do me thonë, sa le ka dhënë? Kjo më ka dhënë 13.000. 13.000? Po, kur ka bërë dorëheqjen,
unë kam pagu dhe një kës që si mbas letrave kjo mund të marri 16.000, në që se hedhë në gjyq. Tani unë i kam thonë, sa jo, para kur dha dorëheqjen tha pa shumë kthe 10.000 euro kur të mbaroj shtëpia dhe jemi në rregull. Tash i erdhi thot gjysmën. Ajo nëse do 13.000 euro të vim ke noteria, që nesër s'ka nevojë për asnjë gjë tjetër, unë i kam thënë. Po nuk kemi diskutuar këtu për parat, ajo thot për apartamentin. Pra, ajo thot unë jam bashkëpronare. Jam bashkëpronare me Miguelin. Pa e keni pranuar ju në këtë deklarat që jemi bashkëpronar. Unë po lexoj deklaratën që ke firmosur dhe ti, Miguel. Po pra në fillim ishim, pastaj ajo u tërhoq. Unë kam dokumentin e dorëheqjes, kur dosh mund vish ke noteria ta shohësh, është bërë në 22-shin në nëntor, mos gaboj. Në nëntor 22? Po? Po, ka bërë dorëheqjen, mos gaboj me datën, se kam këtu për momentin. Dëgjoj Miguel, përshëndetje, Ardit jam Gjebrea. Me qenë se jam edhe unë këtu dhe po dëgjoj. Të lutem, doja të sqaroja diçka. Do me thënë, tezja thot që në fillim u nisët me iden që ju do bashkjetonit në këtë ti dhe tezja. Tani pse u prish këtë diell? Ju prish mendja. Pse? 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 Po bëj një debat dikur me babin tim dhe tha unë aty si jetoj më tani, tha për shkak të kësaj. Okej. Dhe tha, po ashtu tha, për aq sa kemi 10.000 euro shton si kisha për momentin, kur të mbaroj shtëpia, unë i thash një vit. Shtëpia tani ka mbaruar në janar, një vit që është bërë, po s'ka gjë, nëse ajo do 13.000, unë ja jap nesër. Ajo thot 27, kam sjell 27.000 euro, thot. Jo 13. Po 27.000 euro e kish marrë vetë ajo, pse do t'i fushim gjys për gjys. Po, pikërisht pra këto, jo, apartamenti nuk është një... Shtëpia sa ka bërë gjithsej? Tani, shtëpia këtu është 54 i dashur. Po, pra. 54.000, pra është tamam me shumën, zonja. 27 është gjysma. Pra nuk jemi 13. Po, unë, nëse doni, unë mund t'ja u çoj letrën që nesër, ose kur doni që sot, se kam këtu për momentin. Jo, pa tjetër, ne prap du t'a vazhdojmë diskutimin, po. Ajo ka dhënë dorëheqjen në bas një vit, në bas i ka filluar ndërtimi i apartamentit. E ke noteria. Miguel, prit pak të lutem. Miguel, çfarë nën kupton me dorëheqjen? Që ka bërë në një gjë me shkrim? Po, kemi qenë ke noteria, sa unë ja kaloj të drejtat dhe detyrimet, një pitin, që të vazhdoj t'i paguaj këtë gjitha, nga i moment. Margarita... Patët që nuk ja u ka sjellë juve ajo. E dëgjon Miguelin? Margarita? Dëgjoj. Po, a është e vërtet kjo gjë, Margarita? Miguelit, unë i dash të drejtën, vetëm të gjëmoj letrat, se unë si shaj zonja për vete. Po, Migueli po thot gjë tjetër. Jo të gjurmoj letrat. Po, ti Migueli ti ke dhënë të drejtën që ta posedoj shtëpin dhe çfarë ka detyrime ti vazhdoj? Jo, si kam dhënë asnjë të drejtë. Atë le ta gjej Migueli ku e ka. Po ti e ke firmosur ke noteria këtë gjë, a e ke firmos ke noteria këtë gjë? Ore, a e ke firmosur tek noteria këtë? Po e kemi firmos, kemi shku të dy bashkë. Po, atëre noteria ta ka lexuar ty këtë gjë se çfarë ke firmosur? Jo, me thënë drejtë s'u ka lexuar. Jo, si jo? Se nuk ka rëndësi ajo. Po ka rëndësi, sepse ti nuk mund të firmosësh një gjë pa e lexuar ose pa të ta thënë noteria. Si ke firmosur? Ti firmose kot? Si firmose ti? Ti ke firmosur pa ditur se çfarë po firmos? Pra në çfarë viti ka ndodhur kjo e dyta? Të lutem. E dyta është rreth një vit e një muaj mbas fillimit kontratës. Pra, e para është 23/9/21. Që ka dhënë këtu 40 ato lekë? Të lutem, po. 23/9/21. Tjetra kur është bërë? Është një deklarat notariale kjo që jemi këtu, që po lexojmë. Po. Në të cilën pra një letrën, se nuk jam në shtëpi për momentin që ta nxjerr të them datën. Po. Se e djali i ri. Po është rreth një vit e një muaj mbasi është bërë gjysma, edhe pastaj është bërë dhe një kësht i dytë. Ajo nuk ishte në Shqipëri fare, unë e bëra vetëm, pastaj thash, kështu i thash, do vish bësh dorëheqjen që edhe mu mbrapa mos ma, po vetë jo s'kishte me pagu, ma nuk e di, edhe unë po t'i pagoja vetë. Më falë pak, Miguel, sa kohë ka kaluar zonja Eni nga kjo histori? Ka kaluar 4 vjetë? 4 vjetë. Oke, Miguel, një pyetje. Tezja jote dha dorëheqjen nga shtëpia? Po, është bërë dhe kam vazhduar t'i pagoj. Jo, të kuptova. Jo, e di. Dha dorëheqjen, por me qenë, shiko, një njeri jep një dorëheqje. Po.
por nga ana tjetër, në momentin që ka dhënë një kontribut, unë nuk i Tezja kam do thonë shpin, asaj. po ti doja ktheje në njerë këto para ti nga ana jote, edhe pse Tezja nuk kërkon këtë gjën. Po ato para që Tezja ka investuar, ti doja ktheje, Ato që nesër të vija ajo ke noterja, të bëjnë deklaratën, të m'japi një muaj kohë, dhe unë ja jap që nesër. sepse ndërkohë që ti po flisje, Tezja tjetër, Lefteria, po më thoshte këtë Po gjën se që pse nuk Lefteria ja ka mush. Shiko, një minut pak. Lefteria tha, pse nuk ja ka dhënë lekët, dhe unë që të digjova, po pra ti the 4 vjetë Lefteri, por unë që digjova Miguelin, Migueli tha, kur bëm marrëveshjen, i thash Tezes, prit një vit, Një vit ose 2, një vit, ose 2 vjet, dhe unë do të ti kthej lekët. Sa koka që ka marru shtëpia? Sa koka që ka mbaru shtëpi? Në datë 28 janar këtij vitit mbaroj. Mbaru sepse tani e ke dhënë kishin e fundit, se s'ke pas lek. Edhe ato Po, ta lek, që u kush ti ka dhënë? Kush ti ka Ore, dhënë? ose- Halla jote ti ka Sikur dhënë, se smikë- s'ke pas lek. Se ajo ka investu. Në Edhe rregull, që shiko. Ladiri tregoj i drejt, Shiko, tregoj i Lefteri drejt. Edhe njerë, po. Shiko, ka një gjë, për sa kohë që ka një marrëveshje dhe për sa kohë që dikush pret, nuk mund ta gjykojmë këtë gjën. Pra nuk dua të marr anën e Jo, ne Miguelit duam fare. të sqarojmë vetëm por një fakt. pikërisht. Ka dhënë 27.000 euro Margarita Haxhiu apo jo? Miguel. Jo. Pra- 13.000. 13.000. Se e ka Sa para i ke dhënë Margarita? Pra në këstin e parë që unë kam këtu, 33.750, vetëm Miguel, 13 ka dhënë? Margarita thotë, Jo, kësi parë 13.000. Jo, të jo, lutem. Të lutem, datën për të cilën unë kam këtu thuhet, nga të cilat deri më sot, në ditën e nënshkrimit të kësaj kontrate, kemi shlyer vlerën prej 33.750. Pra në këtë vlerë, 13 ka dhënë zonja, 20 i keni dhënë ju. 13 ka dhënë zonja, pas e Po? dyta i pagova, unë kjo nuk ishte në Shqipëri. Lëre fare. të dytën, jo, unë flas për të parën. Po, pra, 13 ka e dhënë para. zonja. Po zonja thot kam dhënë 13. 27. Po 27, për çaj i dha ajo kur jam bërë aq? Am kupton. Ajo 37 i pagunte vetë, kështu 27 vinte i pagunte vetë gjitha. Mirë, që nuk Po, ka shiko ardhur, se- që nuk ka ardhur, ajo e tha, që kam qenë në Greqi. Dhe ja kam Po, dërguar pra, Dorazi të po, Nipit. shiko se- Tani, kjo është një gjë që dihet normalisht. shiko, Zonjani, ajo që po Ka parë, përpiqet, shiko, ajo, më fal flasni Miguel, sekond. Miguel, të lutem. Po. Ajo që po përpiqet, thot Miguel është kjo. Në qoftë se ne do ta paguanim shtëpinë për gjysmë. Në qoftë se ne do ta bënim kontributin për gjysmë, siç u tha Po, deri tani. po. Atëherë, në qoftë se ka qenë 33.000 euro, në qoftë se ka paguar Kësti parë, 27, është kësti parë, Artit. kësti parë, Kësti parë, kërkoj ndjes, lutem. kërkoj ndjes. 20-ën e ka paguar E kuptoj, Migueli. e kuptoj. A më kupton? Pra, Ndërkohë që zonja atëherë Tezja jote thotë unë e kam paguar këtë gjysmë. me idenë që do marri Pra, shtëpinë. shtëpia në Ore, dalë më shpesë. fal tani. Shpinë, më pa drejt shpinë. Kush bën shtëpi me 400.000 lek rrog? Si? Po, Kush bën shtëpi me 400.000 lek rrog? Ka mundësi të më thuar. Pra Migueli ka vetëm këtë rrok, thot. Po. Sot Po, ju mos kanë dëgjoni ngrit vitin e Lefteria, se Lefteria fundit. i ka bërë gjitha këto nga tresat. Unë i kam bërë se du t'i jap dorën e do t'a përzej, nuk e jap dorën. Po, po. Edhe të futet atje ku ka shpinë e vetë, jo ke unë. Unë nuk i kam borgje Margaritës. Në rregull. Jo, si s'ka. Ore, shiko, borgje. ajo atë pjesë, në qoftë se do 13.000 euro si shtash. Jo, Jo, ajo ajo që kërkon ne- gjysmën e banesës, Miguel, se ndoshta nuk u kuptuam, që në fillim, Po e ne ke po falë. kërkojmë gjysmën e banesës. Me lafa Sepse mund kërkoj zonja- sa dojër. Se ajo kam pa letra tash në fund i kanë bërë llogaritë si kanë dash vetë, Po? edhe i dalin sa duan vetë. Po unë them që kanë ndodhë, pastaj, qofse duan ato. Të ka dhënë ty të drejtën të ndjekësh. Pse se ke ngrit zërin të thuash, s'ke derdh lekët. Ti dhe do rriqen, për çfarë do të them unë hajde der vlekët. Margarita ti ja ke dhënë një herësh si Një herë është, ma një Nuk e herë. ka Një ditë herë është shi më ke dhënë. kështë të shtëpia. nuk ja ke dhënë me këst të lekë. Jo, Se ka ti- një Ja ke herë dhënë një kam herë. kam dhënë dorë. Po mirë, ti sa i ke dhënë në dorë? 27.000 euro. ja Kush kam ka dhënë qenë në aty? dorë. Kush ka qenë aty? Vetëm Migueli, dolëm pam. Vetëm Miguel. Ardit, Urdhëro Ishim në Miguel. rrugë ke shkolla bashkëpunore. shikoj i sekond. Se kjo mund më dha 13, pastaj në fund kërkoj 10. Shkoj ke noterja, thoshte 23. Tani ke ju 27. Ajo i ka ndru llafe sa ka dash vetë. Jo, Se është mund Letra para një notere. vërtet, më nuk Është është e shkruar me vërtet, ke thot. noterja kjo që thot Po zotëria. ti, E ke ti më ke shkruar. qut deklarat e noteres para 3-4 javësh, Po. që sot
kam paguar gati gjysmën, jo gjysmën, gati gjysmën. Si ke thënë atëherë kam pagu 23.000. Tash i del 27, po ndaj e menjen tash, se s'di çfarë se ndonë. Jo, gjysma është 27-a, e 54-ës. Po, pra, Kështu që detyrimisht jemi këtu. Po. Ajo është një Po, vërtet. i shohin letra tash në fund, bëjnë ndarjen. Atëherë Miguel, për mos ta vazhduar më tej telefonatën Miguel, sepse kush dhe banon? juve Dgjoj, Miguel, më fal, Po? kush banon tani në atë apartament? Asnjë, s'ka asnjëri për moment. Është bosh. Po, Nuk mendon ndjes për ndërhyrjen. Nuk mendon të bësh paqe me Tezen dhe të jetë Tezja derisa të jetoj aty dhe pastaj është i yti? Kot. Tezja me thorra muj që kam bërë tash unë s'ko që të bëjmë, po. Tezja të vitë marja atë që jo që ram dakord, atë që ka pagu 13.000 që nesër, unë s'kam se të mere më fare, edhe pastaj të bëj që të doj. Pse insiston Po 13, 4 të se vjet, 4 kuptoj. vjet, pse s'u ke dhënë në yle, 4 vjet. 4 vjet me s'ke bërë një telefon. Po ku t'i 4 gjejë vjet, 4 o, vjet, apo unë s'kam me 4 pagu vjet. 7 kra për herë. Njeri u bën një telefon, një gjallë majtesa apo ke vdekur. Po që Dhe s'kena marrë vesh. vdekur, ti vjet në verë se këtu u takum, tash 4 I vjet ke në thënë të ka marru shtëpia. E ke gënju 2 vjet me radhë. E shtëpia ka marru në 23-shin. Tani neve nga ju po marrim vetëm një Ore, konfirmim. Dhe konfirmimi juaj përfundimtar është 13.000. Zonja thot 27.000. Atëre ju Ore, që në thoni rregull. 13.000, keni ndonjë dokument për të thënë që kaq më ka dhënë zonja? Kaq. Më thuaj Unë këtë. dokumenta 16 i vërtetoj, atyre e 500, se 13.000 nuk ja vërtetoj dok. Me dokumenta 16 e 500 ja vërtetoj unë. Po ku firmoson, ku firmoson Po, këto e ngrite shifrën tani, nga 13 jo. në 16. Jo, mos ka ndonjë po. dokument, mos ka ndonjë dokument që e dokument. Pra vërteton. po i them, atë po i them. Sepse kur... Jo, ta shpjegoj unë se del 16. Po, Është paguar gjysma e pare, kës pjesa e parë, po. pastaj është paguar dhe një kës i dytë, që ajo s'ka qenë këtu për ta paguar. Do me thonë, plus 6.000 jam paguar mbrapa, do me thonë bëhen 33. Kam kupton. Po mirë, dakord, do me thënë zonja ka paguar 16, thoni ju. Me letra i del 16, po 13 ka paguar. Po 13-ën si ma fakton pra. 13-ën. Nuk ka faktoj dot. A, Unë pra. ato që... Këtë po them. Do me thonë, qoftë ajo do të kapi 16, le ta hedhin gjyq, nuk e kam problemun, qoftë do të kapi sa më shumë. Po jo, mos është fjallet kapi sa më shumë. Ajo thot që unë kam paguar për gjysmën e banesës. Dhe gjysma e banesës për të është e 54 mishi, jo të 33-shi. Se nuk ta kanë sjell ty atë letrën e dorëheqjes. Zonja, unë nuk e di, e ka firmosur, e ka ditur çfarë po firmos dhe gjitha me radhë është një problem tjetër ai. E ka se shkoj ke noterja para 3-4 javësh kur ka qenë. Po? Edhe i kishte thonë dhe noterës, jo unë s'kam firmos kështu, e kishte ballafaqu bota që është aty. E ka Dhe pranu. tha po e kam firmosur. E ka pranu. Pra e ka pranuar që e ka firmosur Margarita. Po. Po pra dhe përbën noterës, të shi qërë. Atere, të Unë lutem. s'kuptoj. Miguel, atere, në qoftë se dhe ka hequr dorë, ju jeni i gatshëm të paguani shumën, për cilën thot zonja, 27.000. 27.000, ajo mundësoj sa të doj në late. Unë po them se më ka pagu, ato që më ka pagu që nesër ja, po desh më shumë, do Por shkoj juve- në gjyq, nuk. Por juve nuk faktoni do të asa të shumë, apo jo? 13 mishin. 13, jo, 16 mund t'i faktojnë, sepse është bërë një vones nga Pra, pagesa e kërësit juve të sot, dytë, deri te juve dorë. sot, në pranit të dy zonjave pranoni 16.800, apo jo? Me letra aqen, Okej, por në rregull. që ajo pjesë do shkoj në gjyq. Okej. Falemderit, falemderit. Faleminderit, miru pafshim, Miguel. Miru E more pafshim, vesh, ditë të mira. e more Lefteri, vesh. tani ka Se ndodhur vajeri- një gjë tjetër, akoma dhe më e madhe, pra që zotria jo vetëm që nuk e pranon si bashkëpronare, Po. por jo vetëm që shuma 27.000 nuk ekziston, por e ka ullur në shifrën 13.000. Kështu që, Margarita, në qoftë se dhe ke thënë për para noteres, që po unë e kam firmosur dhe nuk e di për mbajtjen, ky është një problem tjetër dhe shumë i madh, i shumë familjarëve shqiptarë, të cilët pasi kuptojnë pasojat e atyre që firmosin, thonë që shikon neve nuk e dinim çfarë firmosëm. Pra, juve keni hequr dorë nga bashkëpronësia. Ndërkohë, më ke thënë që zonja Eni unë jam bashkëpronare dhe ai më ka hequr Chelsin nga dora. Pra që të thuash deri këtë, do të thotë që ju jeni qenë e bindur që apartamenti është i përbashkët, tëndi dhe i Miguelit.
Ndërkohë që këtu po del një e vërtet tjetër. Pra, Migueli thot, zonjë, ajo ka dhënë vetëm 13.000, megjithatë unë mund t'i njoh 16.800, por ajo nuk ka punë në apartament, sepse apartamentin e ka lënë totalisht në emrin tim. Tani, se si është e vërteta e kësaj gjëje, ne sigurisht do të marrim të gjithë dokumentacionin e nevojshëm, do t'a lexojmë së bashku. Por prap ngeli në rrugë kjo, Margarita. Aty do rri. Ngeli në rrugë, Margarita. Rrugë, aty ku ka dhënë, ka investu vite 28 Po ku ka investuar pra se të gjuam djalin? Tani, çfarë konflikti kishe pasur me Tiatin, se thot ajo e prishi marrëdhënien. Konflikti juaj me babain e Miguelit. E ka përzën, e kanë Çfarë tjerë jashtë. konflikti kishe? E ka përzën. Unë s'kam pas problem me babën e Miguelit. Po e tha Migueli. Ka pas problem ajo, atë e kanë gjerë për jashtë. Moj, mua më kanë gjerë natën jashtë apo ty, thirit runit. E ke shku ke vllai natën, jo me mu. Jo mu. Oj left. Tani që vajt e ti kërkosh tapin, të lexoj me emrat bashk pronar. Po Migueli më ta japun Te 50 Migueli, vetë po. të vorrezat. Po, në Edhe pa ta e rregull, prita po. deri në orën 9. Qarë të tha? Nuk Qarë të erdi, tha? që se në jera a i në gjiro, Të shohim pak për ka votuar publiku. Jam kureshtar. Lefteria apo Margarita? Me lefterinë është publiku. Është pak më shumë me lefterinë. E çuditshme që ti është me lefterinë në këtë rast. Zojani, si e përfundojmë? Ne përfundojmë një herë që falenderojmë çdo që na del në telefon. Pra për neve është kënaqësi e veçantë, pavarësisht që përmendet emri, por kur ata japin përgjigjen dhe neve sqarojmë deri diku, për mua është kënaqësi. Pa diskutim. Kështu që e falenderoj Miguelin publikisht. Por, nga Ka ana dhe një tjetër, gjë që Migueli po të donte, thoshte ja ku janë dokumentat, janë të mia, tezja s'ka asgjë miru E pafshim. ka Sigurisht, fajnë pra. që ka besë. pra jo, pranoj, nuk është, pranoj, Migueli prandaj dhe falenderoj. e falenderojmë sepse Kështu ta që ai e pranoj, janë edhe Lefteri. këto para. Nuk pranoj shumën që thot Kështu që- zonja. Ajo duhet ta provoj 27.000-shin. Pra në qoftë se zonja ka dhënë 27.000 që nuk janë pak, duhet na i faktoj. Por mua më vjen keq për një gjë. Me ju, me motrat, me vlezrit, me nipat, me mbesat, keni një motër sot fatkeqe. Aty- E ngelur mes katë rrugëve. Aty të rrisht. E cila Nuk tani ka mori dhe një mëshirë. përgjigje Nuk tjetër, ka, jo, që dhe Migueli në nuk asnjë do mënyrë. jetë më në kramet. Jo, po unë Pra nuk... do vazhdojmë ta lëm. Unë të prish familjen time tani për Margaritën? Si thoni ju? Më thoni ju dhe unë jam dakord. Do ta prish familjen time, edhe ajo Po të pse vit do jetoj me prishësh mua. familjen? Ajo nuk është se bestis. Kush e mban, maj? Unë jam me nusë dhe Është më me djalin zonja e Eni. menuse në shtëpi. Qarë flet tani? Ka borç nusja të marrë dhe tezën e Mund të burrit. kthesh në shtëpinë që ke Po se pasur po në mban Greqi. mu. E ka dorëzu më zonja Eni, kanë hyrë nipat mrena. Ajo në rrugë. Nipat e bashortë. Po. Kush e ka fajnë to? Atje të shkoj ta gjej të drejtën. Nuk jepet leku për dokument, më zonja Eni. Pa të shpinë që kene Se ajo- Greqi, kujtë ja ke dhënë? Nipave të burit, pra. Nipave të burit. Greqi. Ja dhe, ja fale dhe atyre. Ato e kanë vazhdojnë, ato i me kanë o kalojnë fituar, e kanë këshiret. vetë. Ato kanë fituar me trashëgimi. E kanë fituar Zonja me do trashëgimi, jetonte, ata. Po. në qoftë se do dëshironte derisa Po. të ikte nga jeta. Po. Ka e Zonja e qudorë lëshoi, dhe. po. E lëshoj me të drejtë për E të lëshoj. dëshkota Do atje. vija 3 këtu, Pra, prandaj të gjitha këto, Ardit, na çojnë në logjikën që zonja kishte vendosur të jetonte në Tiranë, Na në çojnë këtë në banesë. logjikën sa je gjallë, mos lër asgjë, zonja Eni, kjo është. Kjo është logjika. Po, edhe Unë- ti duan familjarët apo jo? I dora Mos, më shkript, ja pra, të thonë. sa je gjallë, mos lër asgjë, se të piu e zeza. Mosha e tretë të firmosin mbas vdekjes sa ti japi çardoj. Më shko ke Nuk firmos do të pas vdekjes, se do firmosësh para vdekjes se ta marrin ato pas vdekjes. Edhe njerë, Miguel, unë të pres privatisht, të marrim gjithë dokumentacionin, në qoftë se është e mundur, ta rishikosh pozicionimin tënd me këtë teze, e cila ka ardhur sot, e vetme, me këtë fatkeqësi të madhe, t'japësh një mundësi të futet në këtë banesë, të bashkëjetoj me ju, për mua do ishte lumturia më e madhe. Megjithatë, unë sërish të pres. Faleminderit. Faleminderit, zonja Eni, faleminderit. Publicitet.